Po në spak. Ministri takon ministrin, Rama po ç'është kjo ma bet kop. Tani mua bet ka drejt, po është përjashtuar. I zoti shtëpisë nuk pret numrin 2 të qeverisë gjermane. Po e pret homologu mos e latnamur. Jo, Flogerti nuk thotë ashtu, Flogerti thotë që nuk dënjon. Nëse ose kam te kjo. Rama se ka pritur fare ka thënë takoj listën po deshte, unë merrem me Metzi. Po pra nuk pyet tani. Rama merret me Metzi me Macronin me ta. Tani nuk e kisha. Tjerët merren me ta. Nuk e kisha te kjo. Rama nuk është niveli wonderfulit tani. Po nuk e kisha te kjo. E kisha tek po flisim, po më pyesje për qeverisin. Dhe duket qartë që ka një koordinim dhe ka një vendimarrje, do të thosha unë, në ato prapa skene, që në Shqipëri kjo klasë politike korruptuare, kuqe, blu, mavi, e ku diun çfarë ngjyrash i vën njëri tjetrit këta, po në fund fare janë një klasë që e ka lënë vendin të varfër, dhe për të bim dakord. Dje doli një raport i frikshëm i Berzhit që thoshte që nga 1991 në Shqipëria është kurrur me 40%. Ato e shohim për ditën e bushkimit. Jo, po më mirë po të flas shifra familjarët tanë. Po mos ma shumë dakord. Po e di që thon 40% mbrapa. Përqindje ashtu. Dhe nga vjen kjo? Kjo vjen pikërisht nga korrupsioni, nga pabarazia, ikin dhe njerëz që kanë mirëqenie, dhe shpëtojnë fëmijët, vjen nga shkollat, vjen nga spitalet, siç tha, po nga organizatat që dhe spitalet bën organizata dhe arsimi bëhet organizat, si modeli qeverisë, organizat kriminale dhe fillojnë pastaj kërpudhat më të vogla në gjithë shoqërinë tonë dhe media bëhet organizat. Dhe çfarë ndodh? Ka ngelur një ishull ku perëndimi ka parë që këta me vot nuk ikin, as me vot brenda partisë. Le të filloj se do fillosh te PD, le të bëj lëvizje Saliani me shok sa të doj. As me vot brenda partisë, as me vot popullore, as me dorëheqje, që është kulmi prit se kur kaloj. Që është kulmi as me dorëheqje, po e kupton ti është kulmi se kulmi botës, mo gjithë ajo zënës kryeministre, e gjithë pushtetshme, dhe të thot kaq, sa të sqarohet ky muhabet, un po jap dorëheqje. E kupton? Fare. Dalin andej familjar kryeministri portugez, as vet nuk doli. I doli një familjar në media, fare, as nga dosi kështu, dhe dorëheqjen u rikthye prap kur doli tjetra, kur u vërtetua. Dhe ky është një mekanizëm që po përforcohet, do vi dita, e kishte mirë analizën Almeri, që pavarësisht se është në kundërshtim me veten, që thotë është i Ramës, po dhe nga ana tjetër do shpërthej Spaku, që do vi dita që do thonë, o Altin, o vëlla, hajde se bëm shaka. Ktheu prap se bëm shaka. Sepse tashmë është shtypur butoni në perëndim, domethënë që këtu vetëm do qilizmi do vazhdoj deri në. Dhe ju lumt krahu. Floger. Po këta këtu me okejnë atyre atje, këta këtu kanë vendosur të rezistojnë. Ju keni vendosur të rezistojnë. Mos i diskreditojnë. Kush po i diskredit? Po ata na kanë polizuar neve të po që marrim parato, çfarë vetëm tallemi me to, dua parato. Nëse ne do ta marrim dikush nga ne apo nga njerëzit të cilët do studiojnë politikën shqiptare, duhet të ketë një kapitull të veçantë, do të quhet kapitulli Ilir Usmajli. Për korrektësinë, për dorëheqjen, shtetbërjen, Ilir Usmajli quhet. Njeriu që duhet marrë si etaloni i shtetarit. Po Sajmir Tahiri. Po çfarë Sajmir Tahiri më Floger tani se nuk krahasohet Sajmir Tahiri është antimafia që e kapi. Është tjetër gjë se. Po Ilir Meta para 21 janarit. Po dhe Ilir Meta. Po ka dalë edhe në parlament, Ilir Usmajli u përfoli vllai, jo i direkt. Ka individ janë përfolur drejt për drejt personalisht. Sajmiri ka përfolur Ilir është përfolur i vllai, kështu që nuk do të them. Të paktën të ndjekin shembullin e Ilir Usmajlit, një njeri i cili tregoi që sa u përfoli vllai dha dorëheqjen. Pse nuk e bëjnë këta? Hajde të pyesim, hajde ta bëjmë debat. Pse nuk largohen këta? Nuk largohen se i trëmben drejtësisë. Nuk largohen pse kanë një gjuna, një mëkate. Nuk trëmben sepse ndihen të përjashtuar politikisht. Asaj drejtësisë që thua ti Elme. Cilës drejtësi? Asaj të Ramës pra. Drejtësi sot. Shikoj çfarë them unë. Unë e kam shpjeguar dia për Flogertit. Brenda Spakut ka një grup prokurorësh që është 20 ca prokuror.
një pjesë e prokurorëve mundohen të shërbejnë me Altin Dumani krye të shërbejnë interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që përfshin dhe interesat shqiptare brenda. Një pjesë e prokurorëve me emra janë aty sepse i ka kaluar taulan balla në vetting dhe i shërbejnë asaj gjëje. Këtë ta japun rastin e Alfred Sheut, se çfarë ka ndodhur në Elbasan, çfarë deklaroi dhe kaloi u bën spak. Në vrasjen e Elbasanit deklaroi që nuk ishte prova, nuk ishte mjet me materiale zgjedhore, ndërkohë që ekspertiza nxori ndryshe dhe ky njeriu katapultuan spak. Po morën edhe Taulantin në netim, çfarë do thuash? Ore Taulanti është për burg, se Taulanti kam di shumë për Taulantin. Tani fakti që të jap të këtë mua. Për spakun, fakti që Taulanti sot ende është i pa arrestuar tregon që ky spak nuk bën detyrën dhe i shërben kësaj klase që po them unë. Ndërkohë ka edhe një pjesë prokurorësh tjetër si Dritan Premçi që përpiqen të bëjnë punën, janë detyruar edhe pse kanë presion, edhe pse kanë kërcënime, edhe pse i shkojnë drejt e familja. Mbështeti këta ti, pse kush si ka mbështetur? Po ky Rama pse ka kapur ti thua nuk po e bën tamam thua. Altin Dumani kam parë dosje o Flogen. Unë jam njëri që ule me njerëzit që punojnë në spakun. Ulen me njerëz, ulen me avokat. Ulen tani. Po me avokat ulemi dhe ne, po ti po nuk bën bisedë. Vetëm ti e di informacion. Po jo. Mos thuaj më nëse kam gabim të kundërshto. Vetëm me gaz bardhi nuk ulemi ne. Tani. Ulem me gazin se kam ik. Tani. Do atë burim kemi. Se unë kam dëgjuar si gazetar që thotë në sirtarin e Altinit është e firmosur kjo. Është e firmosur, po. Atë e di vetëm Altini. Altin Dumani e mban aty urdhër arrestin e Pelina Ballukut. Zoti Dumani nuk ka parasysh dikush çështje ditësh. Ta them unë sepse Dumani e ka provuar në lëkurva presionin, kërcënimin që i ka ardhur nga politika apo nga grupet kriminale. Po prandaj qëndroni të rrequr, o vlla, nuk i beson klasës politike që e mbështet Dumanin. Unë jam kritik me atë njeri, do jem kritik deri në fund për gabimet që ka bërë, sepse mban padrejtisht njerëz në burg, o Flogert, padrejtisht. Me dosje po desh ti ulemi ti analizojmë. Kam parë vetë çudir aty çfarë kanë bërë ata. Mirë se po s'bëm jurist. Jo, më unë nuk bëhem jurist. Unë po ma thon juristët, atë të tjerë thonë Dumani është kundër të. Po rregull me të thon, hajde bëjmë ta Rama se Rama se disi thon, ban padrejtisht. Jashtë Sali Berishën, pse s'fut Sali Berishën në burg thonë ata Ramës gjithë. Qofse ata do të shkojnë. Doktori po i mban pushtet. Po them për politikë. Doktori i mban pushtet, nuk ka si të thotë doktorin burg. Unë pres që drejtësia, jo pres, po, të gjitha gjasat dhe të gjitha sinjalet të shohin që do ketë një drejtësi më agresive me ardhmën e kryetarit të ri të SPAK-ut. Amin. Do ketë emra agresive, më jetë agresive por le të jetë drejt. Këtë nuk analizoj dot. Do jetë më agresive. Unë di them që shumë emra ku përmend amikun e Flogerit me batut, është e vërtetë që një njeri është një njeri shumë i rëndësishëm. Janë shumë, nuk duhet përmend emrat, që ti lëm emisionet e tjera. Shiko, do ketë shumë emra të rëndësishëm afër Edi Ramës dhe afër opozitës. Bëhet fjalë njerëz të rëndësishëm, e kupton? Kryetar bashkie si Termet Peçi janë të ikur. Për shembull, nga zona që vjen është kryetari, atë këto i përmendun. Po ato duhet i lejë të kemi emisionet e tjera. Unë jam i plosit që ta dish. Nuk e marr Kamati, do të ikë kryetari. Jam kryer Mati vëlla. Tani kështu që kryetarët e bashkive janë mbi 10 emra që arrestohen, që shkojnë para drejtësisë. Tani se koha nuk më pret. Për këtë unë i them Dumanit ti nuk ka bërë punën sistemi ose sistemi prodhon dhe 20 të tjerë apo nuk është sistemi, do kalojmë temën e dytë, ai hapin e dytë. 20 bela, 20 kalojmë te PD-ja. Ta kalojmë tani ai ta ndrojmë. Sistemi është këtuja. Ky kalon kështu marzhi kur bedalin e shtyp, e shtyp populli, opozita dhe aty ndryshon sistemi. Tani hajde hym temën dhe diskutojmë për opozitën. Ervin Saliani. Sa një pyetje për Almerin. Sa grupe ka brenda PD-s? Jo. Ja ta hapim me lajmin. Nisim me lajmin, domethënë që Ervin Saliani bashkë me disa, domethënë personalitete të tjera të PD-s se duhet personalitete të tjera të PD-s. Ervin Saliani i vetëm ka thirrur në takim më të votuarit e qarqeve që kanë nga Partia Demokratike. Do ka qenë kriter votimet. Jo nga Ilir Ali Mehmeti, Gentian Çela, Qanit Xhafa, Aulon Kalaja, Tet Kompliku, Alma Kore, Parit Mahmutaj, Xhemal Gjungshi, Hysén Kadiu e një sër emrash tjerë. Më të votuarit që su futen në parlament. Po, janë më të votuarit nga lista. Atëherë, unë mendoj që Jo ç'a mendon. Informacionin pastaj e ka nota 10 këtu tani. Po, ne dakurim çepun. Mendoj. Ne u kthyem që do pyesim. Mendoj po Almeri, kur thot mendoj sipas burimeve që vijnë nga Partia Demokratike, përflitet për një lëvizje të re brenda PD-s, pas gjumit letargjik dhe stagnacionit që ka zënë këtë forcë politike. Ervin Saliani është një nga emrat potencial i cili ka një rekord
pozitiv në PD, që është rezultati Korçës dhe rezultati Kavajës, dhe është një nga njerëzit që po guxon të sfidoj Sali Berishën. Burimet të tjera më thonë që po e bën me lejen e Berishës, edhe këtë nuk e përjashtoj, por fakti që Ervin Saliani dhe të tjerë nuk po e bëjnë, unë po tregon që është duke marrë një hap shumë të rëndësishëm sfidues ndaj Berishës, se kë po sfidon ai. Ai po thot, po jep një mesazh shqiptarëve dhe demokratëve i thot, nëse neve krijojmë qeverisje, një forcë me këta emra që dolën fitus, tregojmë që ne mund ta mundim Edi Ramën. Dhe ky është një sinjal që ai nuk mori të gjithë elementet, por mori ata i përzgjodhi, i qëmtoi, thot populli. I përzgjodhi më të votuarit. Të tregon që populli janë dhe më të pakënaqurit. Kjo edhe këtë se përjashtoj, por fakti që Ervin Saliani përzgjodhi këta njerëz, lë të kuptoj që ai thotë që Partia Demokratike bëhet kur ti apo bëhesh forcë qeverise që ne kemi thënë në ka dal goja me njerëzit e elementet e duhur që nuk janë përfaqësuar brenda listave të Partisë Demokratike. Nuk mund të jejë Hysén Kadiu jashtë. Kuptoni, Hysén Kadiu e tregoi veten primare, nuk Aulon Kalaja tregoi veten në zgjedhje. Pra, Ervin Saliani është duke dhënë mesazh Berishës. Struktura që ke ti zotëri nuk të çon asgjë kundi, struktura që ke ti është modeli, struktura apo jo modeli, lëre modelin, se modeli është tjetër gjë. Modelin e kanë kokaj, po struktura që ka zgjedhur të bashkëpunoj. Pra, kur Flamur Noka shkon dhe përplaset, për mua bëri një gaf atje që i tha se i zonjës ty të largohu nga PD-ja, kjo është për mua nuk duhet të ndodhte kur Belind Këlliçi nga ana tjetër bën një sjellje, më thënë, irracionale ku më thënë tall, fyen dhe ofendon një qytetar thjesht, pse ishte punëtor, dhe kjo nuk është shembulli i duhur që duhet të ketë Partia Demokratike. Nëse do ta kritikojmë Salianin, ai ta kritikojmë për gjitha çfarë do të thonë. Është larguar nga populli Partia Demokratike. Patjetër. Pash një moment, unë pash një moment te kjo foltoria numër 2. U bë dhe çik si viral ai, unë odha i pari, në fakt se më bëri shumë përshtypje. Ishte një burr shumë i moshuar, gati në moshën e zotit Berisha, i cili kur po vinte zoti Berisha, domethënë për të afruar atje, ju lëshua me gjithë dashuri për të atakuar, edhe këta truprojat e morën. Po ata bën detyrën mas kanë. Jo, prisi se ka mbaruar. Po. Reagimi i zotit Berisha me në fregis fare dhe pa i kthyer as syt as kokën, do të thënë me bëri përshtypje. Dhe ka frikë. Dhe ti the një fjalë shumë të bukur. Modelin e ka në mendje zoti Berisha, po strukturat. Po si do jenë strukturat? Strukturat janë sipas modelit që ka zoti Berisha në mendje dhe gjitha këto broçkulla, edhe këta që janë mbledhur sot. Dëgjoj Almerta ka thënë një këtu. Të gjithë këta po shkuan te shoku Enver, të gjitha këto janë ke të saktë opsionin e dytë. Çdo gjë që bëhet me lejen shokut Enver është thjesht unë e njoh Partinë Demokratike, aq sa e njoh për mos bërë atë njeriu që di çdo gjë. E njoh sa e njoh, dhe të tjerët mund të kenë informacione edhe më shumë se mua, por unë ato që kam, di të them këtë gjë. Aktualisht zoti Berisha në mbështetje popullore është në rënje e vazhdueshme. Është një rënje që çdo ditë shkon po është në mbështetja e zotit Berisha. Është në rënje të vazhdueshme sepse shqiptarët dhe qytetarët nuk kanë më durim ta presin, sepse sjelljet e tij politike po tregojnë që zoti Berisha unë mund zgjidha rolin që thosha shumë mirë ka. Le të vazhdoj, e kupton? Nuk bëj dot zgjidhje tishi i vërtet, duke thënë atë se e vërteta në fakt është ashtu, nuk është kjo që ai në rregull. Unë flas atë që mendoj, atë që unë ndjej dhe atë që parashikoj të ndodh. Sot, s'duhet të ndjesh fare, thjesht analizo dhe shih faktet. Doktori është në rrugën e duhur. Kjo është Unë di them, ato ta bëj flogerti kur të flasi, unë di them këtë gjë. Partia Demokratike po nis një lëvizje e re që do marrë me vete shumë nga njerëzit që deri dje kanë qëndruar afër Sali Berishës. Okej. Ikën Muli, vjen Saliani. Do marrim me vete në kuptimin që do t'i bashkangjiten. Nëse deri dje Sali Berishën e kanë mbështetur. Ikën Kadrias Biu, vjen Kadrias Biu. Ta gjejmë pak. Do t'i bashkangjiten, po thua njerëz të rëndësishëm. Aktualisht, unë mendoj që aktualisht, nëse Ervin Saliani delet tani, ajo që unë pse e përmendon atë që Poli e theksoi, që është me lejen e Berishës. Ku them këtë gjë, nëse Saliani do marri për shkallëzim të lëvizjes vet politike, do thrasi tubimen për pallat në foltore të jashtme, aty do duket që Saliani po e bën me kokën e vet. Nëse Saliani do jetë me këto takimet e vogla, këto takimet e mbyllura, aty unë mendoj që është me dijen. Pse shikon nga ambienti, pse shikon nga ana formale? Po ta them pra sepse ora edhe në një studio televizive mund të thotë gishin, zoti Berisha e ka mbaruar
misionin e saj, ju dha 4 vjet kohë, e çoi PD-n më atë ka bërë Gereta Libeaj dhe shive kur përfundoi. Nuk është zgjidhja ajo. Ati i duan Unë mendoj mbështetësit e Berishës, nuk i do armiq. E bëri Gereta Libeaj dhe gjithë që kanë bërë dhe kanë dalë jashtë PD-s. Unë mendoj që Ervin Saliani është duke po flasim si do shpëtoj PD-ja apo për hallet e Ervinit tholla. Nëse Ervini do të kap postin e flamurit, është okay. Do shpëtoj PD-ja as e ke shumë mirë skema. Jo, ke gabim. As ti as unë se shpëtojmë dot. Edhe ne po të bërtasim këtu 5 orë themi ik Berisha ik, nuk e shpëtojmë dot. Unë them kush janë njerëzit që e marrin përsipër ta bëjnë. Kur a jemi ne gati ta mbështesim një lëvizje të re? Ne si opinion bërës me kaq sa kemi mundësi. Po ti je kështu si thua ti. Ku e dim ne? Ne mbështetem dhe Bashën. Nuk e dim. Ne nuk e dim se si do jetë. Por lëvizjen e re unë mbështes. Unë mbështes çdo individ i cili sot del dhe thotë që duhet ndryshim, nuk e thot askush. Ky po e thot, unë e mbështes të djalin. Sepse po është duke marrë një nisëm. Dhe kjo nisma. Por edhe unë e mbështes shkon më keq. Po bëri gjoja. Jo lexohet me policë, lexojmë ne në Tiranë jetojmë, ne këtu i marrim vesh informacion. Ti çfarë thën gjoja? Gjoja po su prek, dëgjoj. Ygoj ka një shprehje tek viti 93 thotë, në qoftë se guxon dhe e ngre harkun drejt qiellit, shënjo vetë Zotin. Përndryshe, dhe ky në qoftë se nuk shënjon problemin e vërtet që është në Partinë Demokratike, që u rikthye, që e mashtroi gjithë demokratët, me foltoren, me primare, me do hap këtë, do bëj këtë, që e ka çuar partinë nga 2020. Minus 300 viti. Unë do ta mbështes në qoftë se ai jote, po kushdo, le të vide nga hena jo po aty që janë të mirë pritur gjithë çuna, sepse janë dhe pa fatura me drejtësinë, dhe çdo kandidat, çdo lëvizje aty duhet duhet të bëj të paktën gjysmën e asaj që bën ti, ose gjysmën në të mirë tënden. Duhet ta përqafoj gjysmën në të mirë, që është pro drejtësisë, pro amerikanëve, pro perëndimit. Të gjithë ta djem në qoftë se ta nuk dolin me këto, ashtu janë. Jo, duhet të dalin, po sepse do dalin, po do të asnjëherë nuk ka qenë zoti Saliani politik. Ashtu janë. Do përballen me Berishën. Zoti Saliani asnjëherë nuk ka qenë kritik me drejtësinë. Ka pas qendrim konstruktiv me drejtësinë, ka qenë njëri, tani unë nuk e dija është lojë në bashkëpunim me doktorin apo lëvizje foltore e Salianit, por më lejo të lexoj pak strategjinë e Salianit. Kam ndjekur diçka kur kishte zgjedhje me Demek në datë 9 nëntor, kam ndjekur deputetët e mazhorancës dhe të opozitës se si po punonin nëpër zonë. Dhe nga deputetët e opozitës për Florbinën punonte vetëm Ervin Saliani. Ishte çdo ditë në rrjetet e tij sociale, kishte takime nëpër Tiranë, nëpër qytet. Edhe pas vendimit që nuk ka zgjedhje, të kushtetues, Ervin Saliani vazhdon takimet me Partinë Demokratike në terren. Tani, ajo që unë kuptoj nga kjo është që Ervin Saliani betejën me Sali Berishën nuk po e bën siç e kanë bërë tradicionalisht ballore me propagandë, me deklarata të forta, me akuza, me përplasje, por po i merr kalan nga brenda, nëse mund ta themi kështu. Cila është pika e dobët e Sali Berishës? E kam, po ndryshe nga shumë episode të emisionit, tani nuk jam cinik, jam shumë serioz. Pika e dobët e doktorit është që nuk del dot më në terren. Pikë. Si nuk din. Nuk ka ta katër burrë dhe. Ja, se ka biologjike, nuk ka fytyrë të dalë. Çfarë do qoftë? Nuk del më në terren. Ka thënë që do dal, e s'po del që s'po del. E kupton? Nuk del o burr. Nuk shkon më te njerëzit. Këtë po e bën Ervin Saliani. Nuk ka as ngarkesa. Nuk ka shkuar akoma te njerëz dhe Ervini. Te strukturat më njëri nuk po shkon ti takon. Domethënë doktori po e them kështu, doktori çon flamurin që përzon njerëzit nga strukturat për ta thënë në mënyrë pejorative. Ky shkon ti mbledh. Mbledh dhe ata që nuk shkojnë. Mbledh përfaqësuarit. Votuarit. Po ky mbledh dhe struktura. Ky mbledh njerëz të mërzitur. Sepse ky është një njeri që nuk është deputet dhe për 5 vjet nuk do ketë ngarkesa, pra nuk e xhelozojnë ata të vegjëlit andej, dhe nga ana tjetër nuk ka asnjë lloj kompleksi sepse është dhe fitues, ka dalë nga loja politike si fitues. Nuk ka shumë mirë po e bën dhe është politikan operative. Bravo, ka qenë ndër ata që në kohën e Lulzim Bashës ka qenë
absolut denoncuesi më i madh në Partinë Demokratike, që mori dhe përplasje me Bashën. Po mori dhe kusuret e veta nga denoncimet e forta që bëri, shkon dhe si viktim politike e kundërshtarit. Për ne që e njohim dhe nga afër, për mua të paktën është dhe shumë miqësor, shumë i çlirët në biseda, nuk ka kufizime në kuptimin. Dhe kjo është loja që unë shoh që ky po bën.